Mirë këtyre se ishtë në studiu, ndalim pak tek procesi i numërimit të votave për qarkun e Tiranës që ka hyrë në ditën e 4 dje, Krye Komisioneri Celibashi kërkoi për shpejtim të procesit. Procesi i rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës ka hyrë këtë të shtunë në ditën e 4. Pas 3 ditëve të para, 24 grupet e ngritura në Pallatin e Sportit Farie Hoti kanë numëruar mbi 400 kuti. I pranishëm në sallë këtë të shtunë ishte edhe Krye Komisioneri Ilirian Celibashi. Antari i Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve, Ledio Braho, tregoi për Euronews Albania se gjatë bisedës me Krye Komisionerin është folur për mënyrën e përshpejtimit të procesit të rinumërimit. Gjithë biseda u fokusuar tek pjesa e ritmit, mënyrë që procesi të mbarojë sa më shpejt dhe që të mbarojë dhe faza ankimore, sepse pa mbaruar faza ankimore nuk mund të kemi një certifikim të rezultatit. Synimi është që çdo tavolinë numërimi të bëjë 8 deri 10 kuti në ditë. Dhe duke pasur parasysh numrin prej 24 tavolinash numërimit, janë të gjitha funksionale, besoj se mbarojmë javës që vjen. Brau sqaroi dhe vendimin e KAS për të mos njohur votat e dhëna jashtë kuadratit, çka nuk ka ndikuar në numrin e votave të pavlefshme për kandidatët. Ne mund të kemi raste të tilla më pak se sa 1 në 2 kuti, pra nuk është ky ndikimi që vjen diferenca e kandidatëve që pasqyrohet sot në faqen e KQZ-s. Pra është irrelevant dhe duhet kemi parasysh që nuk ka ndodhur për një kandidat caktuar apo për një subjekt caktuar. Kjo është për një numër të konsiderueshëm kandidatësh. Me përfundimin e rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës, procesi do të vijojë me qarkun e Fierit dhe në fund me qarkun e Durrësit. Dhe për të folur për procesin e rinumërimit dhe gjithë zhvillimet e tjera kanë me si të kem kandidatin për deputet, Aulon Kalaja. Aulon, kënaqësi të kem, do thotë kolegun gazetar, sepse patyshim një herë gazetar, gjithë jetën gazetar, nuk ndryshon dot, kështu që Aulon, përshëndes, faleminderit që u bashkove. Përshëndetje. Atëherë, Aulon, do doja fillimisht një koment, si po e sheh këtë çfarë po ndodh me qarkun e Tiranës, pastaj ndalim pak te pritshmëritë për Durrësin. Me të thënë drejtën, thimi nuk e kam ndjek me shumë vëmendje procesin e asaj çka ka ndodhur në Tiranë. Jam i surprizuar faktikisht për faktin se KAS-in këtë rast ose nga rinumërimi dalin që votat që janë jashtë kuadratit janë quajtur si të pavlefshme për kandidatët. Unë besoj që fryma e vlerësimit të vote duhet të jetë përtej kuadrateve, që do të thotë në rast të je i qartë se votuesi e ka shprehur vullnetin e tij në një vend të caktuar dhe duket qartë pra që do X kandidat apo Y kandidat, nuk ka sepse kjo votë të shpallet të pavlefshme. Të njëjtën frymë është përdorur edhe për subjektet politike, jo vetëm kësaj radhe, por përgjithsisht nga eksperjenca e zgjedhjeve që unë kam ndjekur. Pra unë nuk e di se sa ka ndikuar kjo në X apo Y kandidat, por unë jam kundër, domethënë këtij vlerësimi të ngushtë që ka bërë KAS-i në këtë rast, duke i qëndruar strikt vlerësimit të këtyre votave. Pa diskutim që ka pasur probleme në vota, sepse sigurisht që edhe rasti im ka qenë atill, pasi vetë kam qenë kandidati i parë në Republikën e Shqipërisë që kam kërkuar rinumërim dhe i kam parë këto duke i ballafaquar me videot që kam marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kështu që unë besoj që është ende herët për të folur për Tiranën, pavarësisht se ne kemi një kampionim, pritet që në KZZ caktuara ka për të pas probleme. Po çfarë provon kjo, Aulon? Tani provon që procesi është manipuluar, okay, kjo është provuar normale, por i kujt është faji tani? Komisionerëve i kujt është faji? Kush e ka fajin për këtë? Komisionerët e Partisë Demokratike ose Partisë Socialiste, sepse votat administrohen nga ai grup numërimi, nga ajo tavolinë. Pra përgjegjësia është e vetë atyre numëruesve të forcës tuaj politike që kanë bërë këtë gjë. Duhet thënë kjo, Aulon. Nëse ka ndodhur, kjo përgjegjësia është atyre. Përgjithësia është e gjithë atyre që kanë trafikuar vota, kanë manipuluar vota, kanë prish vota etj, sepse shiko thimi, unë kam pas një objeksion tjetër në raport me votat. Për shkak se unë kam kërkuar nga KAS, nga seanca që kam bërë në KAS, hapjen e videove nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, jo thjesht hapjen e kutive, sepse të hapësh kutit thot diçka, por nuk do të thot gjithçka. Si ta shpjegoj këtë, është shumë e thjeshtë. Unë kam marrë videot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe kam parë aty votat për subjektet politike, jo për kandidatët, sepse për kandidatët është numërimi fundor. Pra kam parë për herë të parë votën se si ka dalë në kamera. Dhe më vonë kam vënë re transformimin e kësaj vote në një mënyrë tjetër në numërimin e dytë. Që do të thotë, në rast se ka pasur një vot si Aulon Kalaja, në numërimin e dytë ajo vot mua më shprishur dhe i është vendos kryq përveç emrit tim edhe i kandidatit tjetër, që do të thotë partia
politike e merr votën, ndërkohë unë si kandidat nuk e marr këtë lloj vote. Dhe këtë nuk mund ta zgjidhë dot vetëm hapja e kutisë. Kjo do një hetim më të thelluar, do një lloj ballafaqimi në këtë rast me videot të cilat janë prodhuar nga vetë KZZ-ja që i kemi administruar ne nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Prandaj nuk e zgjidh hallin vetëm kutia. Dhe kjo ka qenë qasja ime edhe në KAS, në debatet që kam pas me Rosmalin dhe pjesën tjetër. Në një seancë maraton që ka zgjatur mbi 150 minuta, seanca ime ku unë kam kërkuar në këtë rast transparencë. Ata ose bënin sikur nuk e kuptonin, pastaj kur e kuptuan thanë që duhet i drejtohem një prokurorisë. Në fakt unë shkova atje me marrmen, se unë e di se kujt do t'i drejtohem. Unë ju thash atyre që ju keni për detyrë për ta bërë këtë hetim dhe për ta parë votën në këtë lloj mënyre. Ose mund të ngedodh një gjë tjetër me votën. Në rast se ka pas vota vetëm subjekti politik në këtë rast, pra është votu vetëm Partia Demokratike, në numërimin e dytë më ka dalë që këtë votë që e ka pas vetëm subjekti e ka marrë dhe X kandidat. Po, Aulon, këtë punë e kanë bërë komisionerët e Partisë Demokratike, Aulon. Ore, këtë punë nuk e kanë bërë UFO-t, unë këtë po them. Prandaj po them, pra. Unë po them që ata njerëz cilët kanë qenë aty, të merren edhe të shikohen në çdo tavolinë. Shiko, unë i kam drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve një video, të cilën nuk e kam shpikun, ata e morën, e administruan dhe në video ç'a ndodhi. Ishte një kuti në Sukt, në KZZ 21, ku unë kisha marrë 4 vota, dhe në proces verbal më dilnin 2 vota. Ndërkohë e morën ata videon, i mbajtën votat për çdo kandidat dhe panë që në ekran emri Aulon Kalaja doli 4 herë. Dhe thanë, në proces verbal janë shkruar 2 herë. Për këtë arsye janë hap kutitë e Durrësit, sepse unë kisha disa video të tilla. Dhe unë po pres që të hapen këto kuti për me vërtetuar atë që unë kam kërkuar në këtë rast. Prandaj nuk është se po mbroj askënd, sepse fakti që me datë 14 maj kam qenë kandidati i parë që kam bërë seancën e parë në KAS për rinumrim, do të thotë që unë po e shikoja se çfarë po ndodhte. Dhe prandaj jam drejtu KAS-it dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për me ndalu, sepse ne kemi bërë 9 ditë numrim, ndërkohë po ndodhte batërdia. Pra, sikur do jetë pyetja a do ndryshoj rezultati, se këtë pyetje has rëndom në çdo media. Unë nuk besoj që kjo është pyetja thelbësore e gjithë këtij procesi e kësaj kauze që unë kam nisë. Unë besoj që dinjiteti është gjithçka, unë besoj që çdo votë duhet respektuar. Unë besoj që kandidati në këtë rast duhet legjitimu kur të kërkojë rinumrimin e votave, siç është betejë që unë po bëj tani në gjykatën kushtetuese. Pra i kam ezauruar 2 shkallët e para, KAS-in dhe Kolegjin Zgjedhor që na rrëzoi, dhe tani jam drejtuar gjykatës kushtetuese për me godit një nen antikushtetues të kodit zgjedhor që ja pamundson kandidatëve për t'u drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në këtë rast KAS-it, që të legjitimohen si palë në proces për me pa votat e tyre. A jemi një kandidat listës hapur? Pse nuk kemi ne mundësi dhe na e pamundson ky kod zgjedhor që ne të shikojmë votat tona? Pra këto janë 2 betejë shumë të rëndësishme, themi, jo për Aulonin, janë betejë për brezat e ardhshëm të kandidatëve të zgjedhjeve parlamentare ose bashkiake në Shqipëri. Betejë të cilën ne do ta fitojmë. Nuk ka rëndësi a do e kthejmë në rezultatin me X apo Y kandidat. Pavarësisht se edhe unë për atë kam objeksionet e mia. Edhe herë tjetër, unë kam kërkuar rinumrimin e kutive të Durrësit, jo të Tiranës, që të sqaroj. Jo, patjetër, po nisem me Tiranë, jo thjesht, e nisem me Tiranë për thjesht, e kuptoj. Po, që i qartë, po, flas. Okej, por Aulon tani, ndalim pak te kjo pjesa e transformimit të votës e gjithçka. Zgjidhja për dikush është depolitizimi i komisioneve, grupeve të numërimit, apo votim numërim elektronik që mbas 4 vitesh mos jemi sërish në këtë situatë. Kur një tjetër Aulona, ndoshta mbas 4 vitesh, do ketë njëjtë pretendime, do jenë hequr vota, do kërkoj rinumërim. Pra cila është zgjidhja përfundimtare për ta sheshuar këtë, sepse nëse do vijojë tjetër, kështu jam i bindur që edhe mbas 4 vitesh do ketë sërish shumë ankesa. Atëherë, unë besoja kam arrit bashkë me disa kolegë tjerë hapjen e këtij debati, sepse në rast se nuk do ishim neve, kutit nuk do hapeshin. Është një proces i paprecedent, të cilin KAS-i në vitin 2021 ka rrëzuar me rezultatin 4-1, ka pas vetëm një person pakic. Fakti që ne bëm këtë betejë, duke qenë të lodhur dhe të stërpacuar nga gjithë fushata elektorale dhe procesi nënditor i numërimit votave, tregon që ne nuk e kemi pas për veten tonë, po kemi bërë një betejë për Shqipërinë në këtë rast. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Fakti që po bëhet debat për këtë gjë, atëherë do na çojë edhe alternativat, të cilat janë sigurisht të mundura të gjithë ato që ju përmendët pak më herët. Numërimi elektronik do të ishte një opsion i cili nuk do t'i lodhte komisionerët, të cilët unë i kam parë duke u dridhur duart, i kam parë në përcepa tavolinash duke fletë gjumë. Po është normale se janë njerëz. I kam parë duke ëmbër pica në përshkallët e po byrek, edhe pa ngrënë ka qëndruar shkretët. Po pra,
Dhe këta njerëz unë i kam pa, se shiko, unë jam një nga ato kandidatët që i kam ndjek votat nga vendi ku numërohen, jo nga televizori. Janë disa kandidatë tjerë ata që kanë pa votat nga televizori, dhe s'kan pas respekt as për votën e qytetarëve brenda Shqipërisë, as për votën e qytetarëve që na kanë votuar jashtë Shqipërisë. Dhe i kam pas se çfarë do të thonë vujtja këtyre komisionerëve dhe numëruesve. Pra, për t'ia u lehtësuar jetën këtyre, por edhe për një proces më transparent për gabimet njerëzore, në thojza, se për mendimin tim nuk janë fare gabime njerëzore, po këtë do ta marr. Tu jam dakord me ty, gabim njerëzor mund të jetë 1 vot. Ja, okay, në gjithë qarkun maksimumi 10 vota. Mund të jetë gabim njerëzor. Se njerëz janë lodhen një moment, por jo mbi 30, mbi 100 vota, kështu që shiko, ne po flasim për shembull për kur të hapet Durrësi, ju do ta shikoni vetë që të paktën te kutia që un kam dërguar në KQZ, tek video, më merren mua 2 vota, i merren kandidati tjetër 2 vota, i merren dhe një zonjë tjetër nga Durrësi 1 vot dhe të 5 votat çohen në kandidat tjetër. M'fal, ky është gabim njerëzor? Jo, do tash pra. Po mos kisha parë këto. Aulon, një pyetje kam. Tani, okay, po ta bëj se ti si gazetar e di që nuk ke barriere dhe thua gjëra troç. Kto janë bërë nga grupet e numërimit apo me urdhër nga lart? Pra, ka qenë X kandidat që i ka thënë atij numëruesi, "Dgjoj, më ndihmo mua" apo ka qenë urdhër nga lart sipas teje? Tani, unë këtë pyetje absolutisht që e pranoj dhe ideja është që unë më aq informacion sa kam, sepse në Durrës janë 7 KZZ. Unë kam mbulu vetëm 1 KZZ, kam mbulu vetëm KZZ-n e Krujës, timi. Po, se ishte zona jote, po. Ne fitum pas, po, ishte zona ime elektorale dhe ne Bashkinë e Krujës e fitum, e para. Fitum dhe fushkruan mbas 18 viteve, dhe unë kam dalë kandidati më i votum në këtë zonë, si nga Partia Socialiste, si nga Partia Demokratike. Pra ka marrë më shumë vota në Kruj, Fushkruj, Bupsh, Tuman. Që do të thotë, aty që kam pas akses, nuk e di nëse ka pas urdhër partije që t'i shtojnë këtij kandidati etj etj. Në 6 KZZ të tjera, të cilat unë kam qenë totalisht i pafuqishëm, si me numërues dhe si me vëzhgues, atëherë unë nuk di se çfarë emri t'i vej kësaj. Dhe prandaj kam kërkuar rinumërim për me kuptu mënyrën se si është ka shku vota, pa diskutim që ne kemi indicje dhe kemi biseda, por unë jam profesionist edhe si gazetar, nuk mund spekuloj dot që të them që partia i ka thënë që t'ia çojnë votat këtij njeri. Sigurisht që po hetoj me të gjithë forcat e mia dhe me të gjithë njerëzit vullnetar që un kam, qoftë duke parë kutit në video, po qoftë edhe duke pyetur njerëz dhe eksponent Partisë Demokratike rreth e qarkut Durrësit, dhe të jesh i bindur thimi që unë do të jem kandidati i parë që do mbaj qëndrimet e mia të forta në momentin që të mbaroj rinumërimi i votave, sepse kam vendos për me respektu çdo zë. Unë nuk besoj që i kam 8120 vota, ai sa më janë numëruar për momentin. Nuk e besoj këtë, sepse kam parë tjera gjëra në kuti. Ose nuk besoj dhe diçka tjetër, që kandidat caktuar kanë aq vota sa kanë marrë nga procesi i mbylljes kutive deri tani. Dhe këtë besoj deklarat mbajeni dhe mftoni dhe herë tjetër se unë mbaj përgjegjësi publike për këtë që them. Okej, Aulon, patjetër, thash, unë respektoj shumë sepse thash mes kolegëve dhe padyshim kur je gazetar, po ti ishe një politikan nuk do bënte këtë aksion që po bën ti, ti e ka bërë këtë sepse je gazetar dhe do të shkosh vërtetës deri në fund, unë progresoj për këtë. Por nëse provohet Aulon që ka ndodhur kjo gjë. Sa dëmtuar del Partia Demokratike? Nëse provohet edhe te Partia Socialiste, sa dëmtuar del Partia Socialiste? Nëse provohet e gjithë partitë, sa dëmtuar del klasa politike në sytë e shqiptarëve? Këtë dua një përgjigje si gazetar tani. Po, për mendimin tim, ky është një proces zgjedhor i diskredituar tani më në një mënyrë të shumë fisht. Absolutisht nuk duhet mendimi im për t'i vënë vulën, se nuk jam ai që i ve vulën. Unë them mendimin tim, që do të thotë është një proces të cilin ne duhet ta shikojmë me vëmendje që nga kodi zgjedhor, që për mendimin tim duhet hedhë në koshin e mbeturinave, ky lloj kodi që është antikushtetues, që të paktën e godet kushtetutën në 2 pikat saj, ku çdo njeri mund të zgjedhë dhe mund të zgjidhet që ky kod ja pamundson, dhe pika 2 ka të bëjë me procesin e rregullt ligjor. Dhe këtë i kam thënë Kasit në debat. Ju nuk mund ta trajtoni veten thjesht si një organ administrativ. Ju jeni një organ quasi gjyqësor dhe në rast se ju nuk keni forcë për me godit kodin zgjedhor në këtë pikë, atëherë dërgojeni gjykatës kushtetuese, e cila është një gjykatë më e lartë dhe profesioniste e cila interpretoi kushtetutën. A shkel kushtetuta nga kodi zgjedhor apo jo? Pra kjo është pika parë që e dëmton edhe klasën politike, sepse kjo klasa politike e ka bërë këtë kodin zgjedhor. Dhe kjo klasa politike nuk pranoi nga ana tjetër rekomandimin
e Komisionit Venecias dhe të SOBE Odirit, të cilët i thanë klasës politike, shikoni mundësinë e futjes kandidatëve për të bërë legjitim në procesin zgjedhor për me kërkuar rinumërim. Këta që e kanë kaq shumë qef Komisioni e Venecias, pse se morën parasysh se radhë këtë gjë. Kjo është e para. E dyta, e diskrediton klasën politike për arsye se ka zgjat 9 ditë numërimi, zotëri. Pra jemi 10 herë më keq se Kosova. Jemi shumë herë më keq se Shtetet Bashkuara të Amerikës, patjetër, s'po krahasohen, po tani 400 milion banor numërohen për 6 orë, ti ke qenë gazetar që ke ndjek zgjedhjet në Amerikë dhe e di se si funksionon në Shtetet Bashkuara të Amerikës ky proces. Ti kam ndjek me shumë vëmendje raportimet nga SBA-ja, ke qenë korrekt dhe të kam ndjek me vëmendje mënyrën se si organizohen zgjedhjet ato. Atje se kemi nga afër. A ka lidhje procesi në Amerikë me procesin në Shqipëri? Aulon, mos shkoj më larg, miku im, mos shkoj më larg. Në Kosovë do shkojmë më burr. Ata pavarësisht problemeve që patën këto zgjedhje fundit, nuk rrihet ka gjatë ose Maqedonitë Veriut. Maqedonitë Veriut. Patjetër. Mbarojnë brenda 19 natë ke rezultatin. Shiko, Maqedonia Veriut ka dhe i gjë tjetër që bën një qeveri teknike 3 muaj para se kanë ra dakord ata forcat politike dhe un jam pro këtij mendimi, jo që është Partia Socialiste në pushtet, po tjetë dhe Partia Demokratike për të çliruar tensionin që prodhojnë zgjedhjet dhe polarizimin, bëjmë qeveri teknike e cila do të jetë kujdestare për 3 muaj për organizimin e zgjedhjeve dhe klima është më relaksume. Këtë nuk e bën. Nga ana tjetër i majnë komisionerët 9 ditë edhe numëruesit e tjerë. Tani filloi dhe procesi i rinumërimit që ne jemi fajtorët, se kështu po na del media që ne po mbajmë peng procesin e certifikimit zgjedhjeve, or zotëri. Unë për një vot, jo vetëm që mbaj peng procesin e numërimit zgjedhjeve, nëse unë do ta marr kot mëkat përsipër. Po unë do respektoj ato sentimentet e çdo qytetari, më burr. Kush je ti që merr votën e X-it dhe e çot e Y-it? Kush ta jep ty këtë drejt? Ky leqe përbën fakt penal. Dhe në rast se janë 3 persona që e kanë bërë këtë punë, del grupi strukturuar kriminal, po. Shiko, unë kam kampanje një gjë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, thimit me cilën nuk jam dakord. Të gjitha numërimet deri tani i ka trajtuar si gabime njerëzore. Në rast se i keni parë edhe prononcimet e anëtarëve të KAS-it, edhe të Ilirian Celibashit, deri tani e thonë këto janë gabime njerëzore. Kjo është një patate e nxehtë në dorën e tyre, nuk mund ta kalojnë kaq lehtë këtë punë. Dhe të thonë që janë gabime njerëzore, është fakt penal. Duhet merret prokuroria e ka për detyrim ligjor Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të kallëzuar njerëzit që kanë vjedh votat e shqiptarëve. Jo, këtë gjë të di shumë mirë që prokuroria mund ta nisë kryesisht gjë, kështu që nuk është. E nisë kryesisht, po me që ne, domethënë prokuroria jon ka qef që ne të shkojmë në përdyrë të prokurorisë, të bëjmë dhe show atje dhe nuk nis asgjë kryesisht. Ashtu siç nuk nisi edhe këtë vendimin e Këshillit Ministrave për faljen e gjobave 2 ditë para zgjedhjeve dhe u detyrova unë me shkuën SPAK për me kallëzu atje, se ne vetëm kryesisht prokurorin nuk kemi. Unë kam qenë kandidati i parë në Shqipëri dhe në qarkun e Durrësit dhe i kam thënë mbenin përgjigjem telefonin. Jam vetofruar. Nuk është populizëm, ja kam thënë, kam shkuën SPAK dhe i kam thënë veni përgjigjem telefonin. Në rast se unë blej vota, në rast se unë jam një njeri që lidhet me grupet kriminale, në rast se unë jam një njeri që sponsorizohem nga durët e pistat, krimit e tjerë. Por çfarë e bëra unë këtë? Nuk e bëra për veten time, thini. E bëra për disa kandidatë tjerë, cilët në qarkun e Durrësit morën nga 21.000 vota, cilët kanë qenë drejtor të rëndomt të administrate dhe marrin vota më shumë se Edi Rama, se çka marr Rama në qarkun e Durrësit në vitin 2021. Personin fjalë 2021-shin ka marr 2500 vota, kësaj radhe ndodhi mrekullia, u iluminuan njerëzit. Ky merr 21.000 vota. Jo vetëm Durrës, e kanë Elbasan, e kanë Fier në vende tjera. Atëherë SPAK-u kryesisht ç'a bën këtë rast? Prandaj ka qenë thirrja ime për SPAK-un për telefonin kur e kam bë muajin prill, 1 muaj para zgjedhjeve, sepse po shikoja se ç'a po ndodhte në terren. Se po na del tani që vetëm fushkruja s'pas ka pas banda. Tani këta thonë që fushkruja ka dur të krimit, ka banda, ka pare, ka njerëz, ka lek, a kupton? Pra ne nuk duhet marrim 3 standarde, duhet marrim një standard. Atëherë unë gjykoj, për t'i kthy përgjigjen epilog për asaj që pyete, unë gjykoj që ky është një proces i diskredituar dhe menjëherë forcat politike duhet mblidhen për me bë një kod të ri zgjedhor. Kaq e thjeshtë është. A duan apo nuk duan? A duan apo nuk duan? Nuk duan. Duhet. Jo, duhet ta bëjnë. Ato nuk duan. Ore, po nuk deshën, unë do jemi pari që do dalë kundër kësaj, siç kam dalë edhe nga majë qëndrimet e mia. Ta them me sinqeritet të gjë, nuk më ndalon mua asgjë. Duhet ta bëjnë, sepse është kërkesë e qytetarëve, është kërkesë edhe vetë numëruesve të partive politike, të cilët ju është nxirr jeta, që përballen tani edhe me këtë gjë që janë bërë tabel qitje, se jo të gjithë numëruesit kanë 10 vota, po duhet jemi ndershëm. Ke aty njerëz të mrekullueshëm. Pjesa më e madhe janë njerëz ndershëm, duhet të thënë. Pjesa më e madhe. Absolutisht po. Absolutisht, si majta si djathtas, se unë si ndaj kështu me ngjyra, ata janë shqiptarë.
Ata janë njerëz që kanë sakrifikuar nga dita e tyre, nga familja e tyre, kanë lënë fëmijët e vet në shtëpi për me marrë përsipër këtë proces. Dhe tani han dhe stresin e madh, a jam unë për burg, çfarë do bëhet me tavolinën time, se shiko ka dhe i gjë tjetër thimi që duhet ta sqarojmë se nuk e kam dëgjuar media këtë gjë. Me vërtet ka 4 njerëz në komision tek një kuti numrimi, të cilët numrojnë. Po jo të 4 kanë 10 vota më burg. A kupton? Pra mund ta ketë bërë vetëm një person fisliku. Dhe këta të tjerët penalizohen nga ky. Prandaj duhet një hetim në këtë rast. Dhe merren kamerat, jo vetëm aty ku del vota, merren kamerat edhe të ambientit, po. Bravo. Dhe unë këtë kam kërku. Pra të shikojnë kamerat ambientale, cilat shikojnë në mënyrë diagonale procesin e numrimit, të cilat nga ana tjetër përcaktojnë se kush është ai personi që ka 10 vota. Po përgjegjësi se janë të 4. Do thoshti jo, po kanë bërë këtë firmën në proces verbal. Kjo është histori tjetër. Personat në mirëbesim në momentet e fundit, se përgjithsisht to ka ndodhur në kutinë e fundit, kutitë e fundit në KZAZ. Ku janë të lodhur edhe trendi dihet. Bravo. Problematikat më të mëdha ndodhin në kutitë e fundit dhe kjo më ka rezultuar dhe mua në disa kuti të cilat unë i kam hapur, se disa kuti nuk kanë asnjë lloj problematike, ta them me sinqeritet. Se s'mund të them unë tani ka 580 kuti Durrësi dhe 580 janë me probleme. Dhe këtë do ta vërtetoj edhe koha, pasi të hapet Tirana dhe Fierja kemi radhën ne. Janë disa kuti, përgjithësisht në momentet e fundit duke u mbyllur numrimi i votave, që ja kanë lënë në mirëbesim njëri tjetrit dhe kanë firmos proces verbali. Dhe këtë e kam fakt nga vetja ime në KZAZ e Krujës, në kutinë e fundit, kur po numroi Malësia Krujës, pjesa e qafshtamës, e cila ishte edhe kutia fundit që përmbyllte KZAZ-n ton, që kishte gjithsej 93 kuti, aty u morën 4 vota dhe ju ka lënë X kandidati. Dhe në ato momente ndërhyra unë. Por 3 komisionerët e tjerë nuk e kishin kap këtë momentin. E kapi një nga vëzhguesit e mi. Dhe unë ndalova procesin dhe faktikisht aty, me të thënë drejtën, ishte më mirë për me lënë votat aty dhe me hap kutin pastaj, tani në rinumrim që të shkonte në kokër të burgut. Por unë ndërhyra aty në ato momente dhe gjithçka u shkryti një proces verbal i ri. Të 3 persona që ishin duke numruar me personin që bëri këtë problematikën, nuk dinin asgjë dhe ngelën të tronditur. Dhe po mendonin me vete pastaj, ora mos na kanë ndodhur kutitë e tjera, të cilat ne i kemi nejt në mirëbesim këtij numruesi, i cili bëri këtë veprim. Këtë e kam parë me sytë e mi dhe e kam me video këtë gjë. E kam me video në telefonin tim këtë moment. Pra kjo ka ndodhur de facto në KZAZ. Dhe gjykoj që me këtë lloj kampionimi që kam, mund të ndodhë edhe në KZAZ tjera e njëjta histori, të cilat nga vëzhguesit e X apo Y kandidati nuk janë kap dhe krimi zgjedhor është në kuti. Po kjo s'do të thotë që kanë të 4 përgjegjësi. Pra nuk janë përgjigje, po është vërtet, nuk bëj përgjegjësi, po. Duhet evidentuar, përgjegjësia është individuale, duhet evidentuar, duhet dalë. Po. Thuhet të rëndom tani që janë edhe këta të PS-s edhe këta të PD-s. Po është e vërtet kjo gjë, është shumë e vërtet. Po në momentet e fundit që bie vigjilenca, një person e ka bërë atë pistik. A e përjashton kjo rastin që ka pas bashkëpunim tavolina tjera? Po, nuk e përjashton rastin. Prandaj duhet parë rast pas rasti. Prandaj këtu futet për mendimin tim. Dhe në rast se nuk ma zgjidh dot Kasi dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili në mënyrë të paprecedent vendosi hapjen e pjesshme të kutive të Durrësit. Në rast se nuk vendosën hapja të gjithë kutive, në Durrës që ka pas gati 4-5 kërkesa për rinumrim të gjitha kutive, u hap në mënyrë të pjesshme. Ndërkohë precedenti i Tiranës na mësoi që duhet hapeshin të gjitha kutit. Pse në Durrës u vendos kjo lloj vendimarrje? Dhe unë gjykoj që me shkeljet që do gjehen aty do hapen dhe kutit e tjera të Durrësit. Të paktën kështu duhet besoj. Por nga ana tjetër kemi një precedent shumë të rrezikshëm, atë të Dibrës, që unë e kam ndjek me vëmendje. Kandidati Gjungshi, megjithse ngushtoi diferencën në 40 kuti, kërkoi rinumrim të 180 kutive tjera dhe Kasi nuk pranoi që t'i rinumronte kutitë e tjera. Ndërkohë, me atë trend që po ecte, ai e kthente rezultatin. Dhe kjo ishte prap një vendimarrje e gabuar e Kasit. Unë gjykoj që kjo mos përdoret si precedent për rastin e Durrësit. Në rast se në Durrës do gjehen parregullsi në kutitë që janë vendosur për t'i rinumruar, atëherë unë gjykoj që vendimarrja e Kasit duhet të jetë që të hapi edhe kutitë e tjera. Dhe së dyti, qëndrimi im është që hallin që kam unë si kandidat në këtë rast për transparencë nuk ma zgjidhin dot vetëm kutit. Se ta thash, në kuti ne gjejmë vetëm votat fizike që janë manipuluar. Gjejmë pjesën e fundit. Pra gjejmë gjën e kryer, po se si është bërë nuk e kemi dot. Atëherë un kam vetëm një rrugë në këto momente, me që Kasi ma pa mundson, ti shkoj deri në fund duke i kallzuar spak.
se nuk kam rrugë tjetër. Mund ta zgjidh vetëm prokuroria këtë punë. Prokuroria të sekuestroj kutit edhe ta gjej ajo mënyrën se si është bërë krimi zgjedhor. Jo duke hap kutit, E kuptoj. duke parë videot. Këtë punë mund ta bënte edhe kasi vet. Hapte videot dhe t'i ballafaqonte me kutit. Kaq e thjeshtë. Okej. Aulon, shumë faleminderit mik. Të uroj shumë suksese dhe forca në këtë betejë, padyshim si kolegë gazetarë në mbështes, ti shkosh deri në fund kësaj beteje, ty dhe gjithë tjerëve padyshim që kërkojnë të dalin në dritë e vërteta me çfarëdo lloj çmimi. Të uroj një pasditë sa më të qetë. Faleminderit edhe mbarësi. Të përshëndes. Okej, shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish.